Flasim për një betejë, të cilën e kemi hasur, e kemi cekur, më mirë, le të them, edhe para disa javësh. Por është një betejë e cila nuk mund të fitohet një herë mirë. Le ta them këtu. Është një ndër betejat që nuk fitohet një herë përgjithmonë. Shpëtimi po, shpëtimi kur i besuam Krishtit një herë përgjithmonë, amen. Zoti na dha jetën e përjetshme. Ndërsa ajo çka do të flasim sot ka lidhje me miqësinë me Zotin, e përditshme. Bashkësia me Zotin kërkon vazhdimsi, kërkon këmbgulje. Edhe për këtë betejë flet kapitulli që do të studiojmë sot. Ne do të flasim pak sot për Abrahamin. Abrahami u thirr nga Uri i Kaldeasve. Ishte një pagan ai në Mesopotaminë në asaj kohe. Edhe shohim se çfarë ndodhi në jetën e tij, kriza e besimit në Egjipt, përballja me mbretër armiq në kapitullin 14, edhe për të shpëtuar Lotin, që ishte, kush ishte Loti? E mbani mend? Djali i vllajt, ë? Ç'a i bie? Po mirë. Edhe Zoti e përdori në kapitullin 15 përvojën e Abrahamit si modelin e shpëtimit ton, kur ai u shkruan Romakëve, në fakt, te letra e Romakëve thotë se çdo shkrimi Abrahami besoi Perëndis dhe kjo u llogarit atij për drejtësi bërje. Ndërsa në kapitullin 16, interesante sepse tani po ndezi motorët, sepse predikimi vërtet ka disa mësime shumë të vjetëra për ne, por në kapitullin 16 shohim që Abrahami kishte marrë një premtim nga Zoti, edhe ky premtim kishte, domethënë ishte vonuar deri tani. Zoti çfarë i kishte premtuar? Që ai do të kishte një pasardhje apo jo? Dhe pasardhja e tij do të ishte vërtet një bekim, si yjet e qiellit, si rëra e detit etj. Mirë po, keni parë ju që Abrahami, si thua, e dyshoi Zotin edhe mendoi që t'i jepte vetë një zgjidhje, duke menduar që ai do ta ndihmonte Zotin, edhe çfarë bëri? Në kompromis me Sarën, sigurisht Sara ishte iniciatorja. Ai, Abrahami, hyri tek shërbyesja apo jo Agara, besoj se e keni parasysh, kështu është në përkthimin që kemi. Edhe i lindi një djalë prej saj, edhe bota i ndjen pasojat e atij veprimi edhe sot e kësaj dite, në konfliktin që nuk shuhet mes bijve të Ishmaelit dhe bijve të Isakut. Apo jo, dhe vjen re çmimin e heshtur. Abrahami ishte 86 vjet kur i lindi Ismaeli dhe 99 vjeç kur Zoti i foli sërish te kapitulli 17. Kjo është shumë interesante. 13 vjet asnjë fjalë regjistruar nga Zoti. Unë theksoj këtë që nga fillimi për të thënë që shikoni, shpëtimi vërtet i takon Zotit, edhe ai na shpëtoi ne. Por ajo gjë e çmuar, e fisme, e mrekullueshme, e ëmbël, le ta them kështu, marrëdhënia jonë me Zotin, bashkësia jonë me të, sigurisht që dikush do të përpiqet të na e vjedh këtë bashkësi, këtë lloj marrëdhënie. Dhe sot në kapitullin 18 do të flasim për një titull që askush tjetër nuk e mban në gjithë shkrimin. Përveç njërit që e ka kështu në atribut krahasimi, le ta them, po do të flasim sot për mikun e Perëndisë. Dhe po të shikoni, janë 3 dëshmi në shkrima që flasin që Abrahami është miku i Perëndisë. Kjo del nga goja e mbretit Jozafat, apo jo, ishte një ndër mbretërit e perëndishëm të Judës, nëse ju kujtohet. Edhe ai lutet për popullin e tij edhe i thot Perëndisa, nuk je ti Perëndia ynë që i dëbove banorët e këtij trulli përpara popullit tënd Izrael, dhe ndjes, atë farës së mikut tënd Abraham përjet. Pra, bëhet fjalë për një pasardhje, apo jo, kur flitet fjala far, aty është një pasardhje, por vjen re përmend Abrahamin duke e quajtur mikun e Perëndisë. Kjo është shumë interesante. Tani, kjo që do të shohim nuk është dëshmi që del nga goja e njeriu, është një dëshmi që del nga goja e Zotit vet. Jemi gati ta shikojmë? Tek libri i profetit Isaia, në kapitullin 41 dhe vargu 8 thuhet, por ti Izraeli je shërbëtori im, je Jakobi që kam zgjedhur, dhe vjen re me vëmendje. Fara e mikut tim, Abraham. Perëndia i plotfuqishëm, krijuesi i qiellit dhe i tokës, zgjedh që të nxjerr nga goja e tij disa fjalë të veçanta, duke konsideruar Abrahamin mikun e tij. Mendoni, dikënd i bërë nga balta, si mund ta jap këtë lloj krahasimi. Ai e quan mikun e tij dhe thot miku im, interesant, miku tim Abraham. Dhe e treta e vulos, kjo është në Dhjatën e Re, është tek libri i Jakobit, kapitulli 2 dhe vargu 23 thot, dhe u përmbush shkrimi që thot Abrahami i besoi Perëndin dhe kjo ju llogarit atij për drejtësi bërje dhe ai u quajt miku i Perëndisë. Kështu
hashiqare, kur I thonë, direkt, në mënyrë të drejtë për drejtë, ai quhet miku I Perëndis. Dhe 3 herë në shkrim, në 2 testamentet, I njëjti titull, I njëjti njeri. Ju mund thoni, po prit, sepse dhe Mojsiu është miku I Zotit. Le ta lexojmë bashkë. Po këtu ka një por, sigurisht që është miku I Zotit, por shikoni si shprehet Zoti për të. Tek Eksodi 33:11, dhe Zoti fliste me Mojsiun fytyrë për fytyrë. Ashtu si njeri flet me mikun e tij. Dhe ai kthei përsëri në kamp, por shërbëtori I tij, Joshuai, biri I Nunit, një djalosh I ri nuk largohej jashtë tabernakullit. Tani sigurisht që këtu për Mojsiun flitet që ai është miku I Perëndis, por është si një atribut duke bërë një krahasim. E vjen re, siç flet, thuhet, ashtu si një njeri flet me mikun e tij. Interesante, pa diskutim që Mojsiu ishte miku I Perëndis, por shprehimisht, unë këtë dua që të vëmbrej, jo në formë krahasimore, siç e shohim këtu, por shprehimisht, miku I Perëndis ju tha vetëm Abrahamit. Edhe nuk është diçka e madhërishme të quhesh miku I Perëndis. Tani njerëzve u pëlqejnë këto njohjet e mëdha, apo jo? Sidomos kur njeh dikë që ka reputacion, apo është pushtetar, apo është dikush që është I famshëm, mund të jetë aktor, mund të jetë filozof, mund të jetë, ku diun çfarë mund të jetë, mbret, apo edhe njerëzit preferojnë që t'i japin dorën. Apo jo, edhe kjo nuk do të thotë që një njeri është miku I atij, megjithëse mund t'ia ketë shtrënguar një herë dorën. Madje antropologët, edhe kjo është e vërtet, nuk është se duhet ta thonë ata, por që njerëzit e fuqishëm, ata që kanë më tepër në dorë pushtetet e kësaj bote, miq të vërtet I numërojnë me gishtat e një dore. Dakor? E nuk mund të thotë që dikush që unë jam miku I filanit, domethënë thjesht për ta marrë në konsiderat këtë gjë në përqindje më të madhe. Kështu është. Kurse në Bibël ekziston një njeri, sikundër unë e thash, që për cilin Zoti thotë ky është miku im. Në fakt ne mund të themi për Zotin tonë, unë mund të them për shembull që unë e njoh Zotin, unë e kam takuar, unë jam lindur sërish nga ana frymërore, jam I shpëtuar, lavdi emrit të Zotit, edhe jam I bindur që të gjithë mund ta thoni këtë gjë ashtu si dhe unë, apo jo, sepse na pëlqen ta themi edhe kështu është. Në fakt është bekim që jo vetëm ta njohim Zotin, por a mund ta themi vërtet, a mund ta themi secili për nesh, ta themi me gojën plot, të themi secili për vete, domethënë që unë jam miku I Perëndis. Tani, a është Zoti miku im? A jam unë miku I Zotit? Le t'ju them diçka shumë të fortë nga libri I Fjalëve të Urta. Fjalët e Urta 18:24 thotë, një njeri që ka miq duhet të dëftohet miqësor, dhe është një mik që përngjitet më afër se një vëlla. E dini çfarë thotë ky vargu? Thotë që miqësia dëftohet. Miqësia dëftohet. Nuk shpallet me fjalë, thjesht me fjalë, shfaqet në sjellje. Dhe Zanafilla 18 na tregon hap pas hapi se si dëftohet miqësia e Abrahamit karshi Zotit. Pra, nuk është se themi, për shkak që ai është miku im. Dakor, po që të tregosh që je mik, duhet ta dëftosh një gjë të tillë. Ajo dëftohet. Edhe kjo është një diçka, një cilësi shumë e veçantë. Tani do të shohim sot 2 gjëra për këtë njerëz që u quajt miku I Perëndis. E po flasim në kontekst mik me Zotin, apo jo? Miku nuk e lëshon Zotin, miku I Zotit. Ky është konteksti. Miku I Zotit nuk e lëshon Zotin. Madje është këmbgulës në bashkësi. Çfarë do thotë këmbgulës në bashkësi? Do t'i shohim me radhë. Po së pari le të kuptojmë që Zoti të gjen tek altari yt. Në vargun e parë, shikoni si shprehet, le ta lexojmë skenën ashtu si fryma e shenjtë na jep. Zanafilla 18 vargu I parë. Dhe Zoti ju shfaq Abrahamit në rrafshinën e Mamres, dhe ai që ulur në hyrje të çadrës në vapën e ditës. Këtë do të shohim sot. Çfarë bëjnë besimtarët në zhegun e ditës? Është vap tani apo jo? Jemi në korrik. Ore po, a mos duhet bëj pushim? Po çfarë pushimi? Pushimi mund të jetë nga puna, por Zoti është 24 orë në 7 ditë javës. Amen? Nuk kemi pushim nga marrëdhënia me Zotin, nga ecja me të, nga meditimi për fjalën e tij. Kjo gjë është e padiskutueshme. Shikoni Abrahamin, ai ishte ulur në hyrje të çadrës, thuhet në vapën e ditës. Se po të shikoni në pjesën e parë të vargut thuhet Zoti ju shfaq. Zoti ju shfaq. Edhe ku? Në rrafshinën e Mamres. Në atë anë të botës, si edhe në vendet e nxehta, ajo orë nuk ishte për punë. Vap e ditës.
ishte mesditë. Edhe në atë kohë, zakonisht njerëzit në atë pjesë të territorit uleshin në një hije, përsiasnin, mendonin në lidhje me gjërat që bënin, pritej ndonjë fllad, do të thënë kështu freskie, haj dreka, edhe ishte vërtet shumë nxehtë për të punuar, prandaj rrinin ashtu. Edhe Abrahami ulej tek hyrja e çadrës. Edhe ja ku ishte aty. Dhe teksti thot befas, Zoti ju shfaq. Zoti ju shfaq. Tani duket sikur Abrahami vërtet është, nuk dua që t'ju jap diçka më shumë se çfarë thot shkrimi, sepse nuk mund t'ja provoj këtë gjë, por Zoti ju shfaq, thuhet, është sikur Abrahami ishte aty ulur në hyrjen e çadrës, edhe ngriti sytë edhe pup, tre burra. Tre burra aty. Tre burra përpara. Ja ku jemi. Është sikur ishin materializuar para ti. Këtë pa, kjo ndodhi, pa tre burra aty. Shumë interesante. Edhe para se të pyesim se çfarë pa, le të pyesim më mirë ku ishte. Ku ishte Abrahami? Teksti thot në rafshinën e Mamres. Shikoni me vëmendje. Tani, nëse ju kujtohet, kur Zoti i kishte thënë Abrahamit që ti do dalësh nga Uri i Kaldeasve, nga vendi i njerëzve të tu. Tha, do të ndahesh nga njerëzit e tu, i tha. Mirë, po çfarë bëri Abrahami? Nuk u nda nga njerëzit e tij. Kë mori me vete? Ju kujtohet? Lotin dhe babain e tij. Po. Edhe shohim që me kalimin e kohës, babai i tij vdes. Ndërkohë që me Lotin nuk u nda me njëherë, por erdhi një moment që ai u nda me Lotin. Edhe pasi u nda me Lotin, u veçua nga ai, le të them, duke ju bindur asaj që Zoti kishte thënë, atëherë Zoti i foli. Shumë interesante. Dhe pasi Loti u veçua prej tij, Zoti i tha Abramit, ngri tani syt dhe vështro që nga vendi ku je drejt veriut, drejt jugut, drejt lindjes dhe drejt perëndimit. Quhej Abram në atë kohë, derisa të kishte komunikimin e dytë nga Zoti, që ai do të quhej ati i kombeve, pastaj Abraham do të quhej, por është i njëjti person. Po Perëndia nuk i foli Abrahamit derisa ai ti ishte bindur deri në fund. Dhe çfarë bëri Abrahami sapo i foli Zoti këtu? Çfarë bëri ai? Shikoni, jemi po në të njëjtin kapitull. Atëherë Abrahami është përnguli çadrën e tij dhe erdhi dhe banoi në rafshinën e Mamres. Ju kujtohet këtu që e pam vargun? Te kapitulli ynë? Këtu jemi në kapitullin 13, erdhi dhe banoi në rafshinën e Mamres, që ndodhet ku? Në Hebron, dhe atje i ndërtoi Zotit një altar. Tani, Mamre është vendi altarit, vendi adhurimit, vendi bashkësisë. Hebroni është një rafshinë, është një mal gjithashtu. Ju kujtohet Kalebi që tha, ma jep këtë mal, i tha Jozueut se ma ke premtuar. Zoti ma ka premtuar. Edhe unë e dua atë mal, tha. Dhe emri vet këtu Hebron të flet. Cili është kuptimi i emrit Hebron, e kemi parë? Si? Edhe njerë? Është bashkësi, po, bashkësi. Ky është kuptimi i emrit Hebron, edhe i referohet pa diskutim, afërsisë, bashkësisë, ai ndërtoi aty një altar, bashkësie, një altar adhurimi ndaj Zotit. Edhe Zoti u shfaq mikut të tij pikërisht në vendin, emri i cilit do të thotë bashkësi. Zoti u shfaq Abrahamit, aty ku ai po jetonte në bashkësi me të pranë altarit të vet, nëse mund ta them kështu. Edhe secili prej nesh ka adhurimin e tij ndaj Zotit, vendin e tij ku ne ulemi edhe lexojmë fjalën, është si një altar përpara Perëndisë. Ku kalojmë kohë me Zotin, mund të jetë dhoma jote, mund të jetë krevati yt, mund të jetë divani yt, mund të jetë një vend zyra jote ku ti ri, apo një vend ku kalon kohë të qetë, mund të jetë nga liçeni, mund të jetë kudo. Ku ti vendos kalosh kohë me Zotin. Edhe mos prit që Zoti të shfaqet aty ku ti e ke braktisur altarin. Mos e braktis altarin. Qëndro pranë ti. Ai do të shfaqet aty tek hyrja e çadrës në Mamre. Interesante, thjesht në mënyrë figurative. Po sigurisht që Zoti i gjen tek altari, por miku i Zotit e njeh zërin e Zotit. Shikoni në vargun 2, kur ngriti syt dhe pa, dhe ja pranë tij qëndronin 3 burra. Dhe kur i pa, i vrapoi te hyrja e çadrës për t'i takuar, u përkul për tokë, thuhet, ai vrapoi, thot. Nga hyrja e çadrës
për t'i takuar dhe u përkull për tokë. Edhe teksti thot 3 burra. Kur lexon vargjet, aty kupton që edhe më qartë, si kristali, që njëri prej tyre është Zoti. Ju mund të thoni, po mirë, Zoti shfaqet si burr. Dakor, këtu është fillimisht le t'ju them këtë gjë që Perëndia shfaqej në Dhjatën e Vjetër, edhe kjo mënyrë e shfaqjes t'i njihet nga ata që janë teologë të shkrimit si teofani ose shfaqje e Perëndisë. Edhe kjo këtu nuk është gjë tjetër veçse një shfaqje e paramishëruar e Krishtit. Jemi të qartë, Zoti sigurisht që mund të materializohet, edhe kjo ishte shumë e bukur për ta parë, sepse ai është Perëndia, amen? Edhe ëngjëll, ky është kuptimi i fjalës ëngjëll, është dukje, është shfaqje. Ëngjëlli i Zotit, e gjeni këtë gjë edhe në trajtën e shquar, diku gjetë në shkrim, që bëhet fjalë për dukjen e Zotit, shfaqjen e Zotit. Ky është dhe vetë kuptimi i fjalës ëngjëll. Shumë interesante, por kur e keni në trajtën e shquar, e keni ta dini që bëhet fjalë për Zotin vetë, që vjen në formë të para mishëruar. Edhe ja ku kemi këtu, gjithashtu, që shohim që do ta lexojmë më pas pasazhin, po njëri prej tyre është vetë Zoti, edhe ai flet si Zoti, dikush thotë pse mund të jetë se flet si Zoti, premton si Zoti dhe pranon nderim si Zoti, po dy të tjerët, me njërë pas kapitullit 18 të Zanafillës që ne po shohim, shkojnë diku. Edhe e bën të qartë shkrimi se çfarë janë këta dy të tjerët. Këtu shfaqen 3 burra, jemi dakord, këto janë fjalët që përdor fryma i shenjtë e Zotit. 3 burra. Shikoni tek Zanafilla 19. Ndërkohë që Zoti ndënjë me Abrahamin, këta dy tjerët, çfarë ishin? Engjëj erdhën në Sodom në mbrëmje dhe Loti që ulur tek porta e Sodomës e duke i parë ata Loti u çuat e takonte u përkulfur me fytyrë për tokë. Pra njëri është Zoti, dy janë engjëj. Quhen 3 burra sepse ashtu u shfaqen. Edhe ndërsa këta 3 burra vinë tek ai, ata flasin me të, hanë me të dhe njëri prej tyre është Zoti. Ju mund thoni si, ja do ta shohim më pas. Po a nuk kemi krijuar ndoshta, nuk e di për ne në kishë se këtu ju e lexoni Biblën edhe e studioni atë, po janë imazhe që mendja e njeriu fillon edhe mendon se si mund të jetë ëngjëlli. Si mund të jetë një angjëll, le ta them. Edhe sigurisht nga pikturat mesjetare, nga legjendat, nga televizori, ëngjëjt mendohen si krijesa të vogla, të buta, pa gjini, me flatra kështu të vockla, që pluskojnë në ajër kështu pufi. Jo, në fakt nuk janë ashtu ëngjëjt në Bibël. Nuk janë ashtu. Nuk i shohim asnjëherë në Bibël të tillë engjëjt. Sa herë që engjëjt shfaqen në shkrim, në fjalën e Zotit, ata shfaqen si burra. Shfaqen si burra, si njerëz. Arrin të materializohen prandaj tek letra e Hebrejve. Ju kujtohet tek Hebrejt kapitulli 13 vargu 2 kur thotë mos harroni që të mirëprisnit huaj se kështu disa kanë mirëpritur pa dijenisht engjëj. Nuk e kanë ditur që kanë mikpritur engjëj. Edhe Loti ishte ai në fakt. Kur këta të dy shkuan te Loti, ju e dini, ai mori në shtëpi, edhe ata u mblodhën te dera e shtëpisë Lotit, sodomitët, e dini çfarë ndodhi aty pastaj, i tha, "Dëgjoj se kanë ardhur në shtëpinë time, pa e ditur që ata kanë fuqi të binatyrshme." Dhe 2 ëngjëj aty në shtëpi. E keni parasysh si zhvillohen ngjarjet, më në fund e kupton Loti pastaj, kur ata verbojnë njerëzit që ishin aty që u sulmuan shtëpinë e Lotit edhe për vajzën e tij, besoj se e keni parasysh historinë. Por ai nuk e dinte, Loti. 2 burra i quajti, edhe i bujti në shtëpinë e tij. Edhe disa thuhet kanë mirëpritur pa dijenisht, pa e ditur, kanë mikpritur engjëj. Ndërsa Abrahami jo. Askush nuk ja bëri prezantimin. Zoti nuk i tha Abraham, shiko, unë jam Zoti dhe këta 2 janë engjëj. Nuk e shohim që kjo të ndodhte aty në bisedën që ata patën 3 burrat, le ta them, me Abrahamin. Nuk ndodhi ajo gjë. Ai thjesht e njohu. S'duhet që Zoti t'ia shpjegonte, ai e dinte. Ju mund thoni, po si e shpjegonte këtë? Shikoni, dhe tha, Zoti im, nëse kam gjetur hir në sytë tu, të lutem, mos kalo përtej shërbëtorit tënd. Do të thotë që Abrahami e dinte
se kush ishte aty përpara tij. E dinte se kush ishte përpara tij. Edhe vini re gramatikën, para ti rrin 3 burra, po Abrahami flet në njëjës. A nuk ju bën përshtypje? Shikoni me vëmendje. Abrahami flet në numrin njëjës. Nëse kam gjetur hir në sytë tu, mos kalo tej shërbëtorit tënd, do ta shpjegojmë këtë. Dhe vetëm pastaj kalon në shumës. Kur bëhet fjalë për vaktin, kur bëhet fjalë që duhet të lanin këmbët, shikoni, ju lutem, lejoni, që të sillet pak ujë, lani këmbët, është numri i shumës, dhe unë do t'ju sjell një kafshat bukë që të ngushëlloni, e shikoni numrin e shumës, zemrat tuaja më pas të kaloni tej, se prandaj keni ardhur tek shërbëtori juaj, dhe ata thanë bëj kështu si shte. Shikoni sa i bukur shkrimi. Shikoni si bëhet dallimi. Edhe vetë gramatika në të folurën e tij, ai e ka veçuar njërin nga të tjerët. Kjo me të vërtetë bën përshtypje. Askush s'ia bëri prezantimin, gramatika në gojën e tij e dëshmon që zemra e tij e kishte bërë dallimin. Ai e dinte që njëri prej atyre është Zoti. Njëri prej tyre është Zoti. E dinte në zemër se njëri ishte Zoti i tij. Zoti im, i tha Abrahami. 24 vite dhe ai kishte stërvitur zemrën ta dallonte zërin e Zotit. Edhe si thot Jezusi këtu te Gjoni 10:27, delet e mia dëgjojnë zërin tim. Unë i njoh dhe ato më ndjekin pas. Bariu i mirë, bariu i deleve, çfarë bekimi. Edhe vërtet 24 vite ecje me Zotin, ai kishte stërvitur zemrën ta dallonte Zotin e vet pa shpjegime. Dhe në rime bëjmë pyetje pa fund, po si ka mundësi, si kështu, si ashtu, po sikur kështu, po sikur ashtu. Më lejoni t'ju them që kur hyn në prezencën e Perëndis, e dallon direkt. Kur hyn në prezencën e tij, askujt nuk mund të jetë, ose le të them, nuk do të keni nevojë që dikush t'ju vijë t'ju thotë, ja, shikoni, ky është Zoti. Në qoftë se e njihni Zotin, do ta dish. Dikush që e njeh Zotin, njeh zërin e bariut. Edhe ai e njeh Zotin e tij. Edhe ajo që të bën përshtypje këtu, shikoni sepse ka lidhje. Në vargun 2 dhe 3. Dhe tha, Zoti im, nëse kam gjetur hir në sytë e tu, të lutem, mos kalo përtej shërbëtorit tënd. Mos kalo përtej shërbëtorit tënd. Tani mos harroni që ky Abrahami ishte një plak gati 100 vjeçar, 99 vjeç, sipas kapitullit 17. Po ta lexoni, 99 vjeç është patjetër në moshë, edhe mund ta bënte edhe kështu. Dakor, aty në hije siç ishte, të thoshte kush jeni ju, për shembull, ose dalini more bi, dalini more të çohem të dal. Jo, ne shohim Abrahamin aty që ai çohet dhe vrapon. Interesant. Ne prandaj e lexuam çfarë vargun. Vrapon në vapën e ditës për t'i takuar dhe pastaj përkulet me fytyrë në tokë. Abrahami është njeriu i moshuar, i pasur, i fuqishëm, është një ndër princerit e vërtet të lindjes, dhe atë dilnin ta prisnin mbretërit. Për shembull tek Zanafilla kapitulli 14, mund ta lexoni vetë, po mbreti i Sodomës doli të takonte Abrahamin pas rikthimit nga masakra e tjerë e mbretërve. Gjëra të tilla shikoni aty, po Abrahami ishte njeri shumë i njohur. Ishte ndër vipat e kohës aty. E prisnin mbretërit, edhe njerëz të tillë nuk përkulen para të tjerëve. Të tjerët janë ata që përkulen para njerëzve si Abrahami. Po të kemi parasysh edhe kulturën e një njeriu i cili ishte si ati i një familje, apo i një fisi, apo sido që tjetë. Kjo ishte nga ana kulturore. Ishte si një lloj generali Abrahami. Edhe ai nuk i përkulet ushtarit të thjesht, ndodhe kundërta. Prandaj kur e sheh generalin Abraham, nëse mund ta them kështu, në thonjza, i cili shkon me vrapë dhe ngrihet në këmbë, takon, bie përmbys, më sakt, këto janë fjalët, përpara këtyre 3 vetëve, mendon menjëherë dikush më i lartë pas ka ardhur përpara tij. Dikush më i madh është aty përpara Abrahamit. Edhe me të vërtetë kjo është e veçantë që e te kalon çdo grad. Prandaj thot, Zoti im,
Nëse kam gjetur hir në sytë tu të lutem, mos kalo për te shërbëtorit tënd çfarë fjalësh. Fjalët që i dalin nga goja janë Zoti im. Po të shikoni bisedat e Zotit me Abrahamin më përpara, asnjëherë Abrahami nuk i ka thënë Zotit Zoti im. E dini si i ka thënë? Shumë interesante. Në kapitullin 15 dhe vargu 2 thuhet, dhe Abrahami i tha, Zot Perëndi, çfarë do të më japësh? Duke e parë se vazhdoi pa fëmijë dhe përgjegjësi i shtëpisë ime është Eliezeri i Damaskut. Pra Zot Perëndi i thot, në kapitullin 15 vargu 8 ai tha, Zot Perëndi. Është një thirrje e vërtet besimi, ashtu është, por paksa e ngrirë, është në largësi kështu solemne. Zot Perëndi, sepse Zoti e meriton derimin. Amen? Kjo nuk diskutohet. Mirë po, për herë të parë del nga zemra kjo thirrje këtu vetjake. Zoti im. Ky për emër pronor shumë i veçantë edhe. Kur flasim për bashkësi me Perëndin, është e rëndësishme që t'i kushtojmë kujdes fjalëve të shkrimit, sepse kur ke një marrëdhënie vetjake me Zotin ulesh edhe i thua atij Zoti im, kjo është vërtet e bukur. Shohim që Abrahami ishte rritur në besimin e tij. Abrahami ishte afruar më shumë me Zotin gjatë viteve. Edhe kjo të bën përshtypje. Bashkësia e vërtet njihet nga kjo fjalë e vogël. Dhe pastaj vjen lutja që jep emrin gjithë kësaj pike. Shikoni çfarë i thot Abrahami, edhe kjo të bën përshtypje, thot, mos kalo për te shërbëtorit tënd. Nëse kam gjetur hir në sytë tu, të lutem, mos kalo për te shërbëtorit tënd. Do të thotë që kjo është një lutje e bukur, i thot, mos marrësh kalo, mos ik pa u ndalur tek unë. Mos ik. Ja ku keni këmbguljen e mikut. Ai e sheh Zotin dhe brenga e tij e vetme është që ai të mos largohet. Nëse kam gjetur hir në sytë tu, të lutem, mos u largo, mos më anashkalo. Dini çfarë ndodhi? Zoti nuk e la Abrahamin. Zoti nuk e la. Dy engjëjt vazhduan rrugën drejt Sodomës për të kryer punën atje. Ju e dini se çfarë ndodhi në kapitullin 19, në kapitullin 20 të librit Zanafillës. Por Zoti qëndron me Abrahamin këtu. Edhe ky është qëndrimi që na duhet ne. Ajo luftë e përditshme për bashkësinë me Zotin, ajo thirrje e përditshme që ne i themi Zotit, Zot, un kam nevojë për ty. Zot, kam nevojë të eci me ty, kam nevojë të shikoj fytyrën tënde, kam nevojë të shikoj dorën tënde në këtë vepër, në këtë hall që kam, në këtë punë që jam duke bërë. Zot, kam nevojë për fuqinë tënde, qëndro me mua, të lutem. Zoti nuk e anashkalon zemrën e atij që i thot me gjithë shpirt. Mos kalo për te, Zot. Mos kalo për te. Edhe diçka tjetër që të bën përshtypje këtu në vargun 4 edhe në vargun 5, qëndrimi që Abrahami kishte ndaj gjërave fizike, krahasuar me thesarin e vërtet. Cili ishte thesari i vërtet? Ju lutem, u thot ai, lejoni të sillet pa ujë dhe lani këmbët dhe preuni poshtë pemës. Thesari i vërtet i Abrahamit në atë moment ishte poshtë pemës aty, ulur. Vargu 5. Dhe unë do të sjell një kafshat bukë, shikoni sa modest, si shpreh Abrahami, që të ngushëlloni zemrat tuaja dhe më pas të kaloni tej, se prandaj keni ardhur te shërbëtori juaj, dhe ata thanë, bëj kështu siç the. Pa ujë, një kafshat bukë, minimalist duket Abrahami në të shprehurit e tij. Kjo të bën përshtypje. Po vërtet mikpritja nuk ishte mirësjellje në atë kohë. Ishte një detyrim i shenjtë. Kur dikush ishte pranë shtëpisë edhe nuk kishte ku të strehojë, buka ishte e rrallë në atë kohë, edhe vapa sigurisht që të lodhte, të mundonte, edhe po t'i lije njerëzit jashtë, mund t'i prisnin kusarët ose bishat e egra. Edhe çfarë ndodh me Abrahamin, ai refleksi i parë ishte t'i jepte. Edhe këtu nuk po flasim për para, po flasim për një qëndrim zemre të Abrahamit. Kishte arritur në atë pikë pjekurie sa kur i afrohej Zotit plotfuqishëm, Abrahami nuk i vinte me një listë gjëra, që të thoshte Zoti, di si shpunë më që erdhe tani, dua këtë dhe këtë, edhe atë. Nuk e shohim Abrahamin ashtu. Përkundrazi, ai e kupton befas se gjithë pasurinë e tij nuk ka asgjë më të çmuar se ai që i erdhi te çadra. Pasuria e tij më e madhe ishte aty pranë çadrës, nën pemën, aty ku ai i uli ata. Zoti im ulu të cilë diçka për të ngrënë. Mendoni pak, Abrahamit i thoshte Zotit, ulu
të cilë diçka për të ngrënë, po a kishte nevojë Zoti për drekën e Abrahamit, me që ishte kohë vape? Ky është Zoti i cili mund të bënte bukë prej gurve, apo jo? Thuhet në shkrim. A kishte nevojë Zoti për drekën e Abrahamit? Sigurisht që nuk kishte nevojë, por e pranoi. Hëngri. Dhe lajmi për ne është që Zoti nuk ka nevojë as për ofertën që ne mbledhim këtu të dielave, të mërkurave. Por e pranon, pse? Sepse ne kemi nevojë të japim. Ne kemi nevojë të japim, ne kemi nevojë të japim se dëftohet, se zemra jonë është aty ku duhet. Ne tregojmë miqësi me Zotin. Ashtu si Zoti na jep, ne jemi mirënjohës, japim atij. Kështu është një mik apo jo? Ti je mik do të thotë ta dëftosh, jo thjesht me fjalë. Edhe ky është një bekim i madh. Sepse ku është thesari juaj, atje do të jetë edhe zemra juaj, thot fjala e Perëndis. Po çfarë po shohim te Abrahami? Një njerëz që kërkon të parën mbretërinë, le ta them kështu, ose ai do Zotin. Shumë interesante. Thesari i tij por i ulur poshtë pemës. Dhe kjo deklaratë e Zotit është absolute. Ku e ke vendosur, ku e ke thesarin, atje e ke edhe zemrën. Abrahami ishte shumë modest, në të shprehur, thot, pak ujë, një kafshat, po le të shohim çfarë ndodh. Gati të shohim çfarë ndodh me atë kafshatën? Unë do t'i vija një emër tjetër kësaj pike, në fakt. Si mund ta them këtë unë? Shtrosi mbret dhe shërbesi kamarier. Kjo i shkon për shtat Abrahamit në historinë tonë. Shikoni çfarë ndodh. Dhe Abrahami, thuhet, nxitoi në çadër te Sara dhe tha, bëj gati shpejt 3 masa miell safi mbruje dhe bëj kuleç mbi vatër. Çfarë bëri pastaj? Vrapoi tek kopeja, zgjodhi një viç njomzak e të mirë me siguri dhe ja dha një djaloshi të ri dhe ai nxitoi ta gatuante. Po nuk mbaroi këtu. Dhe Abrahami mori gjalp qumësh si dhe viçin që kishte gatuar dhe u avuri përpara, ai qëndroi pranë tyre poshtë pemës dhe ata hëngrën. Abrahami, interesante. Ai, shikoni fjalët, nxitoi, vrapoi, ja zgjodhi keni këtu, edhe i mori të gjitha këto gjëra, edhe viçin që kishte gatuar, u avuri përpara, qëndroi pranë tyre poshtë pemës dhe ata hëngrën. Interesante. Abrahami, një nga njerëzit më të fuqishëm të lindjes. Tani, unë e përmenda pak këtë pjesë, po është e vërtet, nga gjërat që lexoni, po dhe ju vetë mund t'i dini, nëse studioni jetën e mbretërve, edhe mënyrën se si ata jetojnë në shtëpitë e tyre. Tani ka më pak në botë mbretër, po kjo është e vërtet edhe për këta që janë sot, se pjesa e monarkisë ka qenë sistem në ndryshime sipër në botë, ju e dini këtë nga ana historike. Po edhe milionerët, njerëzit shumë të pasur në botë. Kur dikush ju shkon për vizit, ose e ka mik edhe i shkon për vizit, në shtëpinë e tij do të gjesh një tryez kështu të shtruar me finesë. Ka guzhinier profesionist, ka kamarier që janë gati nëse ty të mbarohet ajo që kanë gotë. Menjëherë janë aty të shërbejnë në këmbë aty pranë. Interesante. Sa për këtyre milionerëve ose mbretërve kur ta zëm se ti u shkon për vizitë, ke mik këtë njeriu, do të shkoj vetë te kuzhina. Do të rinë në kokë atyre apo do të shkoj të zgjedh vetë ushqimet. Lëre më pastaj ta bëj vetë gati gjellën apo atë gjithë atë gjë të bukur që ta shtrojnë në tryez. Sa prej tyre e bën? Jo, ata kanë shërbëtor për ta bërë këtë gjë. Profesionist. Njerëz të cilët janë specialist të këtyre gjërave. Ndërkohë që në rastin e Abrahamit, i Zoti i shtëpisë, Abrahami shkon vetë Sara, hyn atje dhe i thotë, dëgjoj Sara, di si është puna, merri këto 3 masa miell, bruje, bëj kulaç kështu mbi vatër kështu të jenë të freskët, kur i thonë. Taze, se kjo ishte fjala, të jenë taze këto kuleç.
Edhe pastaj shkon te kopeja, zgjedh një viçin më të mirë që kishte, një mzak edhe ja dha një djaloshi të ri, ai nxitoi ta gatuante sepse do të merrej me përgatitjen e gjërave të tjera. Edhe mori gjalp me siguri të freskët, qumësht, viçin që u gatua, u avuri përpara. Edhe rinte pranë tyre si një shërbëtor në këmbë. Ndoshta shtrosi mbret dhe shërbe si shërbëtor, kamarier, në rastin tonë. Çfarë qëndrimi? Duke u shërbyer ndërsa ata hanin. Princi i lindjes qëndroi pranë tyre si shërbyes. Dhe kujtoni kafshatën që premtoi, një kafshat, dakord. Bukë të ngrohtë gatuar në çast, miell, safi, gjalp të freskët, qumësht të freskët, viç i njom, i gatuar, i pjekur, gostim mbretërore në një pemë aty. Interesante. Premtoi një kafshat dhe shtroi një gosti. A nuk ju bën përshtypje kjo? Fjalët që përdor shkrimi. Miku i Perëndis shtron si mbret, shërben si kamarier, dhe ky është qëndrimi i dur në shërbim. Ndërkohë ne themi çfarë ka për mua këtu në shërbim, çfarë respekti më takon mua, çfarë mund të bëj unë, çfarë mund të bëj tjetri për mua. Në fakt duhet themi çfarë duhet të bëj unë, dhe prandaj është fjala e Zotit. Sa u takon dhuntive, për shumë interesante, nuk do zgjatem këtu, po. Nëse shërbejmë le të kushtohemi shërbeses ose ai që jep mësimdhënies, pra bën fjalë për një përkushtim, që ne u shërbejmë të tjerëve, dhe qëndrimi është i qartë ndaj Zotit, ndaj gjërave fizike, ndaj shërbimit. Edhe Abrahami kishte qëndrimin e dur ndaj shërbeses, qëndrimi i shërbëtorit, ndaj Zotit, ndaj gjërave, ndaj shërbeses. A nuk është bekim gjithashtu, nuk dua zgjatem këtu, po këtu zbulohet Krishti. Shikoni, një njeri i sjell ujë për këmbët Zotit të vet dhe i shërben në këmbë ndërsa ai ha. Pas disa dhjetra shekujsh, do të vinte dikush në një dhomë të sipërme në Jeruzalem, kur Zoti Jezus do të tregonte dishepujve të vet qëndrimin e dur. Madje ai shkrimi thotë që çohet nga darka, vë mënjan petkat e tij, mori një peshqir, e ngjeshi veten dhe pastaj derdhi ujë në legend dhe filloi të lante këmbët e dishepujve e t'i fshinte me peshqirin me të cilin ishte ngjeshur. Çfarë pamje? Zoti që pranoi ujë për këmbët te çadra e Abrahamit. Ky Zot që pranoi ujë për këmbët, një ditë do të gjunjëzohej vet me legend në dorë, nëse mund ta shpreh kështu. Para peshkatarëve të Galiles. E do të lante këmbët e tyre. Të bekuar janë ata shërbëtorë të cilët kur të vi Zoti ka për t'i gjetur duke vigjiluar. Në të vërtetë po ju them, ai do ta ngjesh veten e do t'i ul për të ngrënë e do të vi të shërbejë atyre. Luka 12:37. Luka 12:39 thot, dhe ta dini këtë, po ta kishte ditur i Zoti i shtëpisë se në çor do të vinte vjetësi, ai do të kishte vigjiluar e s'do të lejonte t'i shpërthejë shtëpia. Prandaj jeni gati edhe ju se biri i njeriu të vjen në një orë kur ju se mendoni. Zoti nuk i dërgoi Abrahamit ndonjë letër paraprake, ndonjë lajmëtar që t'i thoshte që po vi unë tani aty. Ti prit aty në hyrje të çadrës, në pisk të vapës, se do të vi unë. Jo, nuk e shohim që kjo të ketë ndodhur. Por Abrahami thjesht ishte te dera e çadrës, te hyrja e çadrës duke vigjiluar dhe Zoti u shfaq. Zoti u shfaq. Një ditë prej ditësh Zoti do na shfaqet ne. Dhe do thotë eja. Vetëm sigurohu që kur të vi të gjej duke vigjiluar te hyrja e çadrës, ai vjen në atë orë kur ne nuk e presim. Ardhja e tij është e sigurt si agimi. Vërtet nuk e dim orën, por ai do të vi. Dhe së dyti, Zoti nuk e lëshon mikun, jo vetëm miku i Zotit nuk e lëshon Zotin, por edhe Zoti nuk e lëshon mikun e tij. Edhe pse është ajo i sprovuar në besim aty, sepse asgjë nuk është vërtet e patundur derisa të vihet në provë.
derisa të vihet në provë. Dini që miqësia, nëse është e patundur, provohet, vihet në provë, nuk është thjesht me fjalë. Po, ja, premtimi në kohën e dur, në vargun 9 dhe 10 thuhet dhe ata i thanë, ku është Sara, bashkëshortja jote? Dhe ai tha, ja, në çadër. Edhe në vargun 10. Dhe ai tha, unë do të rikthehem me siguri, ky është Zoti që flet, sepse ti sipas kohës së jetës, tek ti, unë do të kthehem me siguri tek ti sipas kohës së jetës, dhe ja bashkëshortja jote Sara do të ketë një birë, dhe Sara e dëgjoi këtë në hyrje të çadrës që gjendej prapa ti. Tani të jemi sinqert, këtu kemi të bëjmë me natyrën njerëzore. Abrahami rri në këmbë aty, pranë mysafirëve, ndërsa ata hanë, biseda hapet dhe ata pyesin, ku është Sara? Ku është Sara, bashkëshortja jote? Edhe ai tha, ja, janë në çadër. Edhe Sara aty tek perdja e çadrës, kishte vënë veshin aty. Edhe dëgjonte. Shiko, edhe ju njësoj të bënit, ha? Nuk e di. Mbase jo, nuk po e kritikoj Sarën, në thjesht po them natyra njerëzore. Sara ishte duke dëgjuar aty. Edhe në vargun 10, shikoni, Zoti thot do të kthehem me siguri. Lexoni vargun 10. Sipas kohës së jetës, dhe ja bashkëshortja jote Sara do të ketë një birë. Këtu po Perëndia dini çfarë po bën këtu? Po ripohon premtimin që ai e ka dhënë dekada më përpara. Nuk po i thot Abrahamit diçka të re. Thjesht po ja ripohon këtë premtim. Dhe vini re diçka të mrekullueshme në mënyrën si ishte pjekur ky premtim në vite. Për 24 vjet me radhë, Zoti kishte folur Abrahamit për farën e tij, e cila do të ishte si yjet e qiellit, si rëra e detit, por asnjëherë as edhe një herë të vetme nuk i kishte thënë nga cila nën do të vinte ajo farë. Dhe kur Zoti lë një vend bosh, mund të them njeriu nxiton ta mbush. Edhe Abrahami kishte thënë, a mos ndoshta është Eliezeri i Damaskut? Më pas, unë nuk e kam këtë vargun, a mos është Ishmaeli, ai që lindi nga Agari? Edhe ja këtu, në kapitullin 17, Zoti ja mbylli çdo derë tjetër, pas një çerek shekulli, interesante, edhe thot, unë do ta bekoj atë dhe do të jap edhe një birë prej saj, në kontekst për kë bëhet fjalë? Për Sarën. Prej saj, po, unë do ta bekoj dhe ajo do të bëhet një nën kombesh, mbretër popujsh kanë për të qenë prej saj. Ja këtë shohim premtimin e Zotit. 90 vjeçare Sara. Edhe këtu është e bukur, ajo fjalë e vulosi çështjen. S'kishte më rrugë tjetër, s'kishte me Eliezer, as Ishmael. Si u përgjigj Abrahami kur e dëgjoi këtë? Mbajini mend fjalët këtu. Si u përgjigj Abrahami? Atëherë Abrahami ra me fytyrë për tokë dhe qeshi dhe tha në zemrën e vet. Ai ra thjesht me fytyrën për tokë, por këto nuk i shprehu që t'ia shprehte Zotit në bisedë. Thjesht ra me fytyrë për tokë. Po nga brenda, çfarë kishte ndodhur brenda Abrahamit vet? Qeshi e tha në zemrën e vet, a do t'i lindet një fëmijë atij që është 100 vjeç dhe a ka për të lindur Sara që është 90 vjeç? Interesante. Poza e adhurimit dhe poza e lutjes. E shohim aty edhe nga jashtë një përkulje devotshme, për brenda një mosbesim që i qesh. Interesante. Si ne për shkak që kur dalim përpara Zotit në lutje, lutemi, edhe nga ana tjetër zemra jon ngre supet. Kështu nga brenda, po ta shpreh kështu. Mbani mend këtë skenë se do na duhet pak më vonë. Po tani te çadra e mamres, Zoti përsëriti një njëjtin premtim, po këtë herë me zë, mbi tavolinë. Pikërisht që ta dëgjoj Sara. Zoti e di që Sara po e dëgjon. Dakor? Zoti ai është duke folur me Abrahamin, por Sara nuk është aty prezente sepse ata e pyesin. I thot, ku është Sara bashkëshortja jote? Edhe ai thot, në çadër. Është në çadër. Po ja ku jemi këtu, është hera e parë që Sara e dëgjon me veshët e saj, sepse në kapitullin 17 Zoti kishte folur me Abrahamin këtu. Jemi një kapitull më përpara. Në kapitullin 18 Sara nuk e dinte këtë gjë. Thjesht ishte aty në çadër dhe po dëgjonte bisedën e 3 burrave me Abrahamin. Sara nuk e kishte marrë vesh, Abrahami nuk ja kishte thënë atë që i kishte thënë Zoti vite më përpara, që ti do të kesh një birë.
Interesante. Edhe, po pse nuk ja kishte treguar gruas? Kush e di, ndoshta s'dinte nga t'ja niste i shkreti. Sara, dëgjoj, si ta them, do të bëhesh nën në moshën 90 vjeç. Është e vështirë t'ja thuash një gruaje këto fjalë. Mirë po Zoti nuk e la lajmin në duart e burrit të hutuar. Çfarë bëri Zoti? Erdhi vetë dhe e tha me gojën e vet. Edhe ajo po dëgjonte, po Zoti nuk e lë mikun e vet as gruan e mikut vet që të marrë premtimin kështu nga një dorë e dytë, le të them. Shikoni në vargun 10 dhe ai tha, unë do të rikthehem me siguri tek ti sipas kohës së jetës. Dhe ja bashkëshortja jote Sara do të ketë një birr dhe Sara e dëgjoi këtë në hyrje të çadrës që gjendej mbrapa tij. Tani thot sipas kohës së jetës. E dini çfarë do të thotë kjo? Është ajo koha, procesi i kohës që i duhet një foshnjë që është ngjizur që të dalë në jetë. 9 muaj. 9 muaj, kjo është koha. Brenda vitit, sipas orës që ka kurdisur vetë Zoti. Edhe qortimi bukur këtu, nga ana e Perëndis, a nuk është e manitshme se si di Zoti të qortoj me aq finesë? Ja do të shohim dhe qortimin e Zotit. Abrahami dhe Sara sapo kishin gatruar mira vjet histori njerëzore. Me Ishmaelin, besoj se keni parasysh se çfarë ndodhe dhe sot për shkak të pasardhjes së Isakut dhe pasardhjes së Ishmaelit. Me atë vendim të nxituar me Agarën, kishin ndezur luftra që do të zgjasnin shekuj me radhë. Dhe Zoti vjen dhe thot, me qetësinë më të madhe, Abraham, e mban mend atë birin që të premtova? Të kujtohet? Me siguri do ta jap. Po. Pikërisht atë bir që të premtova. Sipas kohës së jetës, edhe 9 muaj Abraham, do të kesh një djalë të vogël në duar. As një vetëtim, as një bubullim, as një leksion i gjatë, vetëm premtimi ripohuar me dashuri. Dhe Sara dëgjonte me vesh, pas perdes, së çadrës. Kjo është situata. Mua më bën përshtypjen dhjatë në re, në fakt, kur te Galatasit 4, Pali thotë, por kur erdhi plotësia e kohës, Perëndia e dërgoi birin e tij i bërë prej gruaje, i bërë nën ligjin. Sa e fortë që është fjala. Sipas kohës së jetës për Isakun, kur erdhi plotësia e kohës për Jezusin. Interesante. Çfarë duhet të them me këtë? Që Zoti bën gjërat në kohën e duhur. Të gjitha. Asnjë ditë më herët, asnjë ditë më vonë. Një nga problemet tona më të mëdha është se jemi tepër të paduruar. Me thënë drejtën, nuk duam të presim Zotin. Abrahami dhe Sara e mësuan këtë në një mënyrë të vështirë. Le të mësojmë ne të presim në Zotin duke mësuar jo nga plagët tona, por nga gjërat që u kanë ndodhur të tjerëve. Dhe së dyti këtu, fryti lind ku vdes mishi. Shikoni vargun 11. Tani Abrahami dhe Sara ishin të plakur dhe në moshë të shkuar, dhe Sarës ishin ndërprerë të përmuajtshmet e grave. Kjo është një mënyrë e sjellshme për ta thënë që, dakor, ajo ishte 90 vjeçe, edhe ne kuptojmë që nga ana biologjike Sarës ishte mbyllur, le të them, dera e amësisë, nëse mund ta shpreh kështu. Edhe ajo nuk mund të kishte më fëmijë, pik, mbaroi. Mirë po, çfarë do të ndodhë këtu? Diçka e mbi natyrshme? Nga fillimi në fund, po një pyetje me spec kam unë për të bërë. Pse priti Zoti 25 vjet? Pse nuk ja dha Isakun kur Abrahami ishte 75 vjeç dhe Sara ishte dhe më e re, ndoshta mund të lindte fëmijë, kur Abrahami ishte 75 vjeç? Pse priti 25 vjet? Apo i torturonte Zoti këta? Si është puna? Në fakt, po i çlironte, do të them unë, e them para se të tregoj fundin e historisë. Po të shikoni këtë 25 vite, nëse doni një kronologji, nuk kam kohë këtu për efekt kohe, por nëse mund të mbani mend vargjet, po doni të shihoni, Zanafilla 12:4, Zanafilla 16:16, Zanafilla 21:5, keni për të parë këto 25 vitet e pritjes, dakor, po të vëni llogaritet aty. Po shikoni lutjen që Abrahami bëri në kapitullin 17. Dhe Abrahami tha Perëndis, a jetoft Ishmaeli para teje? Zoti tha, unë do të jap ty një bir. Ai tha, a jetoft Ishmaeli para teje? Do të thënë, shikoni as se besonte që ajo që i kishte thënë Zoti mund të realizohej duke marrë në konsiderat moshën e tij.
Ishmaeli jetoft, do të thënë ajo që unë kam bërë, Zot, kjo vepër e mishit që unë kam bërë. Nuk ka qenë në frym patjetër, sepse e bëra pa lejen tënde një gjë të tillë. Po shikon, unë e bëra këtë gjë. Unë e bëra këtë gjë edhe kjo që kam bërë unë, të jetoj ajo që ndërtova unë. Po Zoti e lë mishin të vdes. Priti derisa trupi i Abrahamit të vdiste. Në kuptimin që të mos ishte i aftë për të bërë fëmijë. Zoti priti. Kjo është vërtet e çuditshme, mund na duket. Po dhe barku i Sarës po ashtu. Derisa të mos mbetej në skenë asnjë forcë njerëzore që mund ta merrte me ritën. Që Isaku, që do të linte, ti detyrohej mishit as dhe një fije, po që të ishte fryti i fuqisë Perëndis. Ju mund thoni, po si është e mundur një gjë e tillë? Zoti priti derisa trupi i Abrahamit dhe i Sarës të vdiste. Te Romakët kapitulli 4:19 dhe duke mos qeni dobët të besim, ai nuk e mori parasysh tot as trupin e vet tashmë të vdekur, Abrahami. Shikoni si shprehet shkrimi. Ku që rreth 100 vjeç, e as vdekshmërinë e anit të barkut Sarës. Fjala an i referohet riprodhimit femrës nga ana e brendshme e saj, edhe organit pra që sjell në jetë fëmijën. Edhe Abrahami i tha Perëndis, a jetoft Ishmaeli para meje. Tani, kur kjo e çliroi Abrahamin nga iluzioni se ai mund ta ndihmonte Zotin me forcat e tij. Pra jemi shumë të qartë besoj këtu. Po mësimi është ky, që çdo frytshmëri e vërtet në jetën tonë, çdo gjë e frytshme, fillon aty ku mbaron mishi. Mbase je këtu sot edhe thuaj që Zoti po vonon diçka në jetën time, ndoshta Zoti nuk po të ndeshkon. Ndoshta po pret të vdes mishi yt, që ajo që do të lindë të jetë e tëra e tij dhe lavdia e tëra e tij. Zoti di se si vepron. Po Sara e dinte fare mirë se ç'i kishte ndodhur trupit saj. I dinte vitet e veta, prandaj ajo, se dhe Sara nuk ishte budallaqe. Ajo e njeh trupin e saj. Edhe ajo, prandaj Sara e qeshi. Jemi këtu në kapitullin 12, ajo është prapa perdes së çadrës, duke dëgjuar. Edhe Sara kur e dëgjoi këtë qeshi me vete, duke thënë, pasi jam plakur, do të kem kënaqësi, duke qenë i plakur edhe im Zot. Qeshi me vete, brenda saj. Askush se pa, askush se dëgjoi, nuk e pa njeri, shikoni. Jemi të qartë që nuk e pa njeri, se do shohim diçka të bukur pastaj. Sara qeshi, askush se dëgjoi, apo jo. Po shikoni se si vazhdon historia. E pam që qara e qeshi, e lexuam më saktë. Shikoni vargun 13. Dhe Zoti i tha Abrahamit, përse qeshi Sara? Nga e dinte ai, sepse është Zoti, prandaj ai di të gjitha, nuk i fshihesh dot atij. E thot, pse qeshi Sara duke thënë, a do të lind vërtet një fëmijë, unë që jam e plakur? Shumë interesante nga ky pasazh. Zoti e dëgjoi të qeshurën. Zoti dëgjoi të qeshurën e Abrahamit. E mbani mend kur e pam? Të qeshurën e një zemre. Dhe pse qeshi Sara? Zoti i drejtohet Abrahamit. Pse Zoti nuk i përgjigj, nuk e ballafaqoi Sarën, por po fliste ende me Abrahamin. Gjatë kësaj biseda i flet me Abrahamin, ndonse e di mirë që Sara po e dëgjon, sikundër e tham, po Abrahami është kreu e asaj shtëpie, dhe në thelb edhe besimi i tij po vihet në provë. Besimi i Abrahamit vet. Abrahami këtu mund të lëkundej, të jeni të sigurt si burr që ishte, mund të përpiqej ta mbronte gruan apo sedrën e vet. Po mirë mund të thoshte Zotit ai, ka qeshur edhe unë qesha. Vite më përpara. Po shohim që Abrahami nuk e merr këtë guxim të thotë asnjë fjalë aty, si burr me sedër që ishte. Edhe ajo që dua të them është që nëse kemi për të bërë ndonjëherë miku i Zotit, besimi ynë do të provohet. Besimi ynë do të provohet. Do të sprovohet përsëri, s'ka rrugë tjetër, duhet të ndodhë. Dhe në vargun 14, këtu rrotullohet në fakt gjithë historia, po edhe historia e botës, me thënë drejtën, rreth këtij vargu, pjesës së parë të vargut. A ka ndonjë gjë teje të vështirë për Zotin? Ora ata u qeshën
Edhe Zoti pyet, pse qesh? A ka ndonjë gjë teje të vështirë për Zotin? Në kohën e përcaktuar do të rikthehem tek ti, sipas kohës së jetës, dhe Sara ka për të pasur një bir. Edhe thot numër 1 e Zoti aty. Do të kthehem tek ti. Në kohën e përcaktuar. Sa e fortë që është kjo. E gjithë çështja është e ngjeshur në një pyetje të vetme. A ka ndonjë gjë teje të vështirë për Zotin? Jo, a është e vështirë për Sarën, sigurisht që është e pamundur për Sarën. Kjo gjë as nuk diskutohet. Pyetja është, a është teje e vështirë për Zotin? Dhe fill pas pyetjes. Fill pas pyetjes. Në kohën e përcaktuar, thot shkrimi. Në kohën e përcaktuar. Ja ku dështojmë ne. Ne besojmë që Zoti mund të bëj këtë, mund të bëj atë, por nuk durojmë dot deri në kohën e përcaktuar. Dhe ne duam atë gjë dhe duam tani. Zakonisht kur duam diçka. Në vend kohës përcaktuar. Edhe pastaj dini çfarë ndodh me ne? Fillojmë të bëjmë ata Ishmaelët tanë. Fillojmë i krijojmë Ishmaelët, e mbushim jetën me Ishmael. Edhe nuk i besojmë premtimit të Perëndis. Cila është koha e përcaktuar e tij? Ora kur mishi ka vdekur dhe në skenë ka mbetur vetëm Zoti. Këtë pret Perëndia. Kur mishi vdes, edhe aty në skenë është vetëm ai. Shkruani këtë varg mbi derën e shtëpisë, me që fola dera unë hyrja e çadrës. A ka gjë teje të vështirë për Zotin? Tani, mund ta bëni edhe vërtet, ë? Thjesht është në mënyrë figurative të thënit. A ka gjë teje të vështirë për Zotin? A ka gjë teje të vështirë për Zotin? Dhe e fundit, në vargun 15, shohim se çfarë ndodh. Po të çudi me këtë. Sara tani çfarë bën? Del nga ana e mbrapme e çadrës, edhe del mua aty përpara. Aty ku ishin 3 burrat. Duke thënë, nuk qesha, sepse pati frikë. Por ai tha, jo, por ti qesha. Interesant. Do të flasim për këtë, po kështu është, tani del Sara aty, unë, jo, thjesht, po kaloja aty, thjesht më zuri veshi, do me thënë që unë do të kem një djalë, kupton, në këtë moshë, po thjesht nuk thjesht më zuri veshi. E zuri frika, kur u përball me Zotin, edhe këtu kemi anatominë e çdo gënjeshtre, në fakt, në rast se mund ta shpreh kështu, se fjalët e Biblës ta mësojnë. Anatomia e çdo gënjeshtre që shton ndonjëherë mbi këtë tokë. Njerëzit gënjejnë kryesisht sepse kanë frikë. Le ta mësojmë këtë që frika është nëna e gënjeshtres. Frika e turpit, frika e dënimit, frika e humbjes fytyrës, këtë e përdorim edhe në gjuhën shqipe tani ne, si shprehje. Edhe ilaçi i gënjeshtrës nuk është, shikoj, mos u përpiq të gënjesh, nuk është ky, ne e dim shumë mirë, ne duhet të mësojmë të themi të vërtetën. Por është një mik para të cilit nuk e pse të kesh frikë. Zoti i di të gjitha. Ai sheh çdo gjë. Kujt po i fshihej Sara? Si e dinte ai burri aty përpara që Sara kishte qeshur? Edhe si përgjigjet Zoti, kjo përgjigje vërtet na i përmbys gjitha ato parafytyrimet që mund të kemi për Zotin ndonjëherë, se mendo pak të qeshësh kur Zoti është prezant. Ne do të prisnim aty që Zoti ta godiste në një rrufek kështu nga qielli Sarën, e të bënte ndonjë gjë si të tmerrshme. Si guxove ta bëje një gjë të tillë Sara, por Zoti me qetësinë e pashqetësuar të një miku që nuk e mashtron dot. Zoti nuk mund ta mashtrosh dot. Ai thot ti qeshe. Pa ndonjë rrufe, pa ndonjë gjymim, thjesht e vërteta e thon. But se miqësia e vërtet nuk ndërtohet as edhe mbi një gënjeshtër. Miqësia e vërtet. As edhe mbi një gënjeshtër. Qoftë edhe të vogël. Sa goditse është kjo për një zemër njeriu. Mendoni ju që Sara nuk e goditi kjo gjë? Tha Zoti, është miku im Abraham. Çfarë është kjo që po ndodh? Si mund ta kemi këtë lloj miqësie kështu?
por ti ke qeshur. Jo, por ti qeshe. Sa mirë që Zoti na njeh se si jemi, e mban mend që ne jemi plur. Amen? Sa mirë, them. Mos harroni që Abrahami kishte qeshur. I përmbysur me fytyrë për tokë me të qeshurën në zemër, Zoti e pa dhe atë të dy qeshën, burr dhe grua, të dy qeshën. Kur Zoti tha ashtu. Apo jo, e shohim historinë. Dhe Zoti ka një humor aq të thellë, sa që emrin e djalit e kishte caktuar që në kapitullin 17. Si doja vinin emrin e djalit? Isak. Fill pas së qeshurës së Abrahamit, para se të qeshte Sara, se vajti kjo puna tani me të qeshur kështu. Po fill më njëherë pasi Abrahami qeshi, Zoti tha emri i djalit do të jetë Isak. Isak, edhe cili është kuptimi i fjalës Isak? Isak, mirë thash. Ai qesh. Ky është kuptimi i fjalës Isak. Në fakt shikoni tek Zanafilla, kapitulli 17-19 dhe Perëndia tha Sara, bashkëshortja jote, vërtet do të sjell në jetë një bir dhe ti do t'ia thrasësh emrin, shikoni, Isak. Dhe unë do të vendoj me të beslidhjen time për një beslidhje të përjetshme dhe me farën e tij pas ti, janë fjalë vërtet goditura. Ky është kuptimi i emrit ai qesh. Pra për gjithë jetën sa herë ta thrisnin djalin ata, mendoni pak, Isak. Hajde këtu, o qeshje, le ta themi kështu. Hajde këtu. O qeshje i bëri detyrat? Qeshje, shko çaj ca dru, për shembull, ku diun. Po çdo thirrje atij emri ishte një kujtesë e përhershme. Ju qeshët me mosbesim dhe Zoti e mbajti fjalën gjithsesi. Ata qeshën me mosbesim, po Zoti e mbajti fjalën dhe i fundit kush qeshi? Zoti i qeshi i fundit. I themi ne, kështu. Qesh ai që qesh mirë ai që qesh, i fundit e kemi shprehjen. Po Zoti vërtet qeshi, por jo kundër tyre. Është mënyrë metaforike e të thënit kjo që Zoti qeshi, se Zoti patjetër u dha gëzim atyre, po u aktheu të qeshurën e mosbesimit në të qeshurën e gëzimit në një djep. Kjo është bukuria e shkrimit. Të qeshurën e gëzimit të një djepi. Sa i mrekullueshëm është Zoti, ai u dha një gëzim atyre. Nga një e qeshur mosbesimi në një e qeshur gëzimi, për shkak sepse Zoti u dha një fëmijë. Dhe ky është një bekim shumë i madh. Sa i mrekullueshëm është Zoti ynë, ai na njeh deri në fund dhe pikërisht duke na njohur deri në fund na do. Edhe kjo është perla e mesazhit për sotëm. Nëse mund ta lexojmë edhe një herë këtë pasazh. Duke mos qenë dobët në besim. Shikoni çfarë thotë këtu, Pali, i frymzuar nga fryma e shenjtë. Për Abrahamin, Për Abrahamin bëhet fjalë. Duke mos qenë i dobët në besim, ai nuk e mori parasysh as trupin e vet tashmë të vdekur, por kur qe rreth 100 vjeç, as vdekshmërinë e anit të barkut të Sarës dhe nuk u marra këmbë, pra nuk ju morën këmbët si një ideur, kjo është ideja, nuk e dyshoi fare, nuk u lëkund nga ajo që bëri tek premtimi i Perëndis, nga mosbesimi, por ishte i fortë në besim, duke i dhënë lavdi Perëndis dhe duke qenë plotësisht i bindur se atë që kishte premtuar, ai ishte edhe i aftë ta kryente. O Zot, po ku janë qeshjet këtu? Abrahami qeshi, për shembull, mund të themi ne. Pse nuk e ke shnuar ti aty? Pse nuk e ke shkruar aty? Sa e bukur që është kjo pjesë, vërtet bën përshtypje. Në fakt nuk përmenden askund. As edhe një fjalë. Nuk përmendet për atë çastin e lëkundjes së tyre përpara Zotit. Nuk e përmend një gjë, dhe mund të themi po Zoti që i ka i anshëm, si është puna. Në fakt, miku besnik ja tha të vërtetën në sy. Miku besnik. Edhe kjo ngjarje pati një zhvillim. Se Abrahami patjetër i besoi Perëndis, sepse lindi Isaku pastaj. Jemi dakord? A e kuptojmë këtë të paktën nga ana njerëzore? Sigurisht që pati besim. Por ai që të bën përshtypje këtu është që nuk regjistrohet në Testamentin e Ri, Zoti la të shkruar vetëm besimin e Abrahamit. Dhe të Sarës, pa diskutim, se është aty brenda. Kjo nuk është arres. Zoti nuk harron asgjë. Ky është hir. Jeni dakord? Edhe mes asaj dite, te çada e Mamres.
dhe te kryqi i Kalvarit, ose le ta them kështu, mes ditës në çadrën e Mamres dhe letrës së Romakëve, që përshkruan Pali, kush është aty në mes? Kryqi, unë e përmenda, kryqi i Kalvarit. Kjo është vërtet e bukur. Qëndron një kryq dhe gjaku i derdhur aty mbulon plotësisht lëkundjet e miqve të Perëndis, aq sa historia e tyre ritregohet pa ato. Sepse Zoti është mik besnik. Ta thotë të vërtetën. Korra atë që mbjell, nuk diskutohet. Por le të mos harrojmë, Zoti është mik besnik. Të tillë mik kemi ne, që ta thotë vërtetën në sy, me butësi. Jo, por ti qeshe. Dhe mbetet e shkruar vetëm ajo që ndërton besimin. Ai që është në Krishtin nuk gjykohet më sipas të qeshurave të veta, por sipas drejtësisë të atij që nuk lëkundet kurrë. Jezusi u bë për ne drejtësi, urtësi, shpengim, mirësi. Kjo nuk do të thotë që ne të bëjmë çfarë duam, sepse të mbjellim do të korrim. Duhet kemi shumë kujdes, e unë duhet ta them këtë gjë. Kujdes, sepse me Zotin nuk bëhet shaka. Por nga ana tjetër, ai është një mik besnik. Edhe a jemi ne miq të tij, ne duhet ta dëftojmë. Duhet ta dëftojmë. Le të mos themi vetëm me gojë që Zoti është miku im. Jo, le ta dëftojmë. Edhe një mësim i pashmangshëm, nëse kemi për të bërë miq të Zotit, besimi ynë do të kalojë në përprova. Përsëri, besimi ynë do të sprovohet, miqësia dëftohet. Mik, shumë njerëz shpallin mirësinë e tyre, por kush mund të gjejë një njeri besnik? Pse? Sepse besimi dhe besnikëria dëftohen. Edhe miqësia gjithashtu vihet në provë. A jemi ne miq të Zotit? Kjo është pyetja. Çdo provë që vjen me të njëjtën pyetje pastaj. Çdo provë që vjen, se ti mund të thuash dakord, po do provohet, vetëm unë do heqi, shkreti unë, sepse unë do vuaj, do të provohem, do të sprovohem. Atëherë përgjigjja e mesazhit sotshëm është pikërisht kjo pyetje që unë thash shkruani tek dera e shtëpisë. A ka ndonjë gjë teje të vështirë për Zotin? A ka ndonjë gjë teje të vështirë për Zotin? Dhe ai u quajt miku i Perëndis. Le të ulim kokën gjithë. Le ta përmbledh pak atë që pam shumë shkurt. Miku nuk e lëshon Zotin. Po miku i Zotit e njeh zërin e tij pa prezantim. Vrapon të Zotit dhe i thot: Zoti, mos kalo për te, mos ma anash kalo. Është këmbgulës në bashkësi. Një mik i Zotit e ka thesarin aty, nën pemë, dhe shtron si mbret dhe shërben si kamarier. Zoti nga ana tjetër nuk e lëshon mikun. Ja thot emrin premtimit. Edhe pret sa të vdes mishi që të lind fryti. Dhe pyet, a ka ndonjë gjë teje të vështirë për Zotin? Dhe të vërtetën ja thot në sy. Dhe regjistron vetëm besimin. Sot para se dalësh nga kjo derë, peshoje vetëm. Ku e pret ti Zotin? Për në altarit tënd? A ke ti një altar? A vrapon drejt Zotit? Apo i thua prit sa të mbaroj punët e mia? A është sot koha e përcaktuar? Cilin premtim po pret? Dhe cilin Ishmael po të ndohesh të fabrikosh? Se s'duron do të pritjen. Kujto Sarën pas perdes, Zoti e dëgjon edhe të qeshurën e një zemre. Por kujtoje edhe djepin e Isakut. Kujtoje. Ai e mban fjalën edhe ndaj atyre që qeshën. Zoti është besnik. Nëse je këtu sot edhe e ndjen që nuk mund të thuash e njoh Zotin, në fakt nuk e njeh, nuk je miku i tij, atëherë lajmi i mirë sot për ty është miqësia me Zotin nuk fillon me përpjekjet e tua për të ardhur tek ai. Ai zbriti dhe erdhi. Ai erdhi miku më i madh. E ndërtoi miqësinë deri në fund.
erdhi si një njeri, edhe vdiq në kryq për mëkatin tënd. Në qoftë se je këtu sot, të lutem mos u largo nga salla pa takuar dikë, atë që të ka ftuar ose ndonjërin prej nesh, të flasim pak se çfarë bëri Krishti për ty. Ai është miku i vërtet. Në Bibël thuhet dashuri më të madhe se kjo nuk ka askush, që njëri t'jap jetën e vet për miqtë e tij. Ju jeni miqtë e mi nëse bëni gjithçka që urdhëroj. Tash tutje nuk ju thras më shërbëtor, se shërbëtori nuk e di ç'bëni Zoti, por unë ju kam thirrur miq, se të gjitha gjërat që kam dëgjuar nga Ati im ju a kam bërë të njohura. Nëse je këtu sot ta dish që Krishti vdiq për ty, je këtu sot dhe nuk i beson Krishtit. Perëndia kaq shumë e deshi botën sa që dha birin e vetëm lindur, që kushdo që beson në të mos u mbas, por të ketë jetë të përjetshme. Jezusi erdhi që të jap ty dhuratë jetën në vend të vdekjes. Nëse Zoti të ka folur sot, të lutem, mos u largo pa biseduar me dikë se si mundet ti besosh Krishtit. Për ne të tjerët që i kemi besuar jetët tona Krishtit, a mund të shkojmë para altarit, të kërkojmë, të shikojmë fytyrën e Zotit, sepse ai shfaqet aty tek altari. A mund të themi Zotit, Zot, mos kalo përtej shërbëtorit tënd. A mund të themi atij, Zoti im, mos kalo përtej shërbëtorit tënd. Sepse ai nuk ka na shkalon kur një zemër që i thot ashtu. Dhe kush e di, mbase një ditë kur të lexohet historia e jetës tënde në dritën e qiellit, të gjendet e shkruar edhe për ty fjala më e bukur që është thënë ndonjëherë për një bir njeriu. Dhe ai u quajt miku i Perëndisë. A do ta dëgjosh këtë fjalë nga goja e Zotit? A ka ndonjë gjë teje të vështirë për Zotin? Nëse Zoti ka folur sot, lutem merr pak kohë dhe rrëfej atij. Tregoj atij për miqsinë që ti dëshiron të kesh. Nëse duhet të ndryshosh diçka, thuaj Zoti, Zot, unë dua ta ndryshoj këtë, sepse dua të tregoj, të dëftoj që jam miku yt. Ua, të faleminderit për kohën që na jep së bashku, faleminderit për frymën tënd Zot, për të vërtetën tënde, për fjalën, faleminderit që na ndriçon mendjet. Në vërtet ti je miku ynë Zot, po a jemi ne miq të tu. Duam të jemi Zot miq të tu. Ne duhet ta dëftojmë miqsinë Zot. Faleminderit për rrugën që ke shtruar, faleminderit për Krishtin, për gjakun e tij. Faleminderit për fuqinë e frymës që na jep që ne të ngrihemi mbi telashet e botës Zot, dhe të shërbejmë ty në mënyrë të mbinatyrshme. Faleminderit Zot që mund të jemi dëshmitarë të Krishtit, të Ungjillit, dhe të bëjmë me vullnet të pastër atë që ty të pëlqen. Zot, nëse është dikush sot që nuk të njeh ty si Zot dhe shpëtimtar, lutem o Zot, punosh në zemrën e tyre. Edhe ata të besojnë ty o Zot. Faleminderit për këtë hir. Unë të dua dhe lutem në emrin tënd Zot Jezus. Amen.